Edhe këto gjestet më duken too much, këto nuk jetë kështu në për duar, në për shal, këtu, gjetë too much njërë, sa do përmbajtje vla, ik mbanjo, baro puna, ajden qik më qio. I duken too much. Tani mos po mohojnë gjë, Gimbo dhe Selin, prezencën e Gretës, apo ndihmën që ju ka dhënë Greta atyre, apo po më duket mua Rogerti dhe Juelës. Përballje me Gretën, ëh? Ku jeni më yje? Jam I bindur që I ke ndikur gjatë këtyre ditëve. Si mendon në lidhje me reagimin e Selin? Ka qenë drejt. Rregullat e Big Brotherit janë rregullat e Big Brotherit dhe duhen respektuar. Greta e ka dhënë mendimin e vet, ka kërkuar falje. Selin ka qenë Selin ka qenë drejt shpirt. Edhe nuk e gabuar në asnjë moment, sepse dhe unë gjithashtu do kisha bërë të njëjtën gjë. Kështu që je shumë mirë. Mos u ndikon nga asnjë. Të thonë çfarë të duan. Të dua shumë. Të dua, zemra ime ti, zemra ime, të dua, shpirti im, të dua, I love you. A ka të ndrejtë që është shëndriti në këtë gjëra që thotë, që Selin dhe Gimbo dhe të tjerët? Të dëgjova, e kuptuam shumë mirë me Po I vjeni na, do me thënë që Mateo dhe Brikena janë dërë qif dhe janë bashkuar akoma më shumë? Ti e të koluk si boli. Ti e të koluku jem, si aru si boli jem. Ma ty ta has, zemrën të koluku boli jem. Ose shumë na bata të pukan gjelo. Shpëtoj nominimin. Pas taj neqi dhe hodhi hipotezën, këta të dy nuk do puthen. A ka të drejtë Rogerti në këtë gjë? Pas nominimin që Brigena ta shpëtoj të hemi puthin pas nominimin. Kështu që personazhi si ky. Make sense ajo që thotë Rogerti, edhe që të gjithë e urrejmë Rogertin, po make sense gjëja. E treta, fustani është shumë I bukur jem. Po, perde tyli, po shisi duket ajo. Perde tyli pra. Edhe ai që edhe fustani të tregon shumë të bukur. Unë nuk e di si ka duru Mateo. Ka duru Mateo dhe dëgjon në Rogertin aty. Ti shumë bukur, po dukesh si yll. Se dukem unë aty? Jo, nuk dukesh, po nga zëri dallohesh. Sa budalla që është kjo Brikena, nuk e di e dua. Bukur, se imagjino të dukesh. Edhe ti bukur dukesh, po dëgjoj. Po, patjetër që po. Tani, besoni ju tek Briteo? Pra, mendoni se ato po bien avash në dashuri, apo mendoni që po bëhet gjithë kjo gjë për nominimin? Mendoni ju, sa okej, sa mendon Monika dhe Arbri, po dëgjojmë, po ju ç'a mendoni, po mua është më rëndësishme kjo gjë. Ama, mund t'i them edhe diçka të fundit. T'i them edhe diçka të fundit. Ama, janë pikërisht këto situata kur se e kam dëgjuar edhe Brikenën dhe Mateun që e kanë këtë mendim, që çdo që të bëjmë ne këta mësulm do jenë. Atëherë pyetja që dua t'i bëj është pse e ndaloni veten? Unë s'e kam ndalu fare për shohësh klipin. Të kaluar, që më pëlqeu shumë Ledion, I cili thoshte që varrezat janë të mbushura plot me njerëz të cilët mendonin se kishin kohë. U kupton? Pra, unë thjesht po mundon të them, jeto, kaq. Arbri po përdor batutën e Ledionit për Briteo. Unë kam të në hap të zi që të ashtë zyrtarisht kam pëlqim për këtë djarë. Sa e ta të shkuar.